Për mendimin tim, mund me tregu se unë rrugë kur kam marrë nga Italia për marrë në Kosovë, në Kroaci e ki mos po këti, mund me thonë 50% ma li natën se në Kosovë. Shqipëria ka ish pas më nalt, dhe me thonë Kosovë tash është çmimi katastrofë me krahasu me pagat cilat merren në Kosovë, çmimi është tepër i lartë. Për mendimin tim, unë që shoh, derisa nuk ka shtet, derisa s'ka kuvend, derisa s'ka qeveri, këtu gjinja, jo vetëm naftarët, po edhe gjithë në përdogona për mendimin tim, as nuk e din kush sahin, as shka del, as kur gjo. Dhe me thonë për mendimin tim, është shumë katastrofë gjendje në Kosovë. Mune e përdori veturën vetëm kur të kam nevojë. Se për mendimin tim, unë nuk e përdori veturën me dalë vetëm me thotë shejt e pini kafe. Për nevojët familjes, unë e përdori. Dhe me thonë, atëherë sot më shkojnë mu naftë, unë muje ngarkoj makinën edhe me udhëtu, kur gjë tjetër. Po këto çmimet natës, a mendonin që janë të përballueshëm për ata që jetojnë këtu? Për mendimin tim jo. Për mendimin tim nuk janë as pak përballueshëm. Valla i keq ballë. Kjo është pa kuptueshme. Po ç'a më bë? Po për këta tuhet është katastrofë. Po qeveria jonë që shtu përbanë. Popullit për votën që qeveri, a kje ka qëllimin me shkatru Kosovën. Komplet. Tjetër ja, për parim s'ka për i saj, veç shkatrim. A mendoni se çmimet e natës ndoshta janë të arsyeshme duke u bazuar edhe në çmimet e produkteve? S'janë të arsyeshme heq. As naftës, as çmimet ditore. Për ditë jam të shku në altë këtu, nuk e di qysh popullit për mundet me mbjetua. Shumë probleme madha. Sigur, shumë shtrejt janë. Kuptohet ajo, është e pa përballueshme. Nuk di çka të thonë mirë, po çmimi i naftës është shumë i lartë aty. Tash çka të thonë. Apo ndikon në buxhetin tuaj? Sigurisht që ndikon. Kur rriten çmimet, kjo e rrit edhe çmimet tjera pastaj, sepse kostet e transportit e këto të gjitha edhe shumë. Apo bën kjo që ju të përdorni veturën më pak? Më pak, po. Ashtu unë e përdori, nuk e përdori shumë madje. Ma shumë mos e hesim me bicikletë ose, po është, kjo hala e zvoglon mundësinë me përdor. A mendoni se çmimet e naftës mund të ulen ditëve në vijim? E mundshme, gjithçka është e mundshme, po se duket se varet prej nesh këto, varet këtë prej këto çmimet e tregut që janë berzave, atje varet.